Ndryshe. Top Albania Radio. Uanze mikrofoni, mirë se vini këtë pasdite në radion më të bukur. Pasdite quhet vonë, pasdite vonë. Po pasdite quhet si. Sot është, domethënë, kjo periudha këtyre 2-3 ditëve është i përvjetor i keq, besoj, përvjetor i trisht që ka ardhur 5 vite më parë, si sot 5 vite më parë. Do doja ta nisja me një video që është pak sekonçe dhe ishte video që mua dhe Salsano si më thën na bëri bashkë. Po kishin përshëndetur ato që po na ndjekin apo. Pastaj mirë. Sot 5 vite më parë. Shqipëria hyri në një karantinë 2 javore dhe gjërat ndryshuan përgjithmonë. Good morning, Toronto. It's a beautiful day here. Ka që boshë? Na duket si çudi. It's a beautiful day here. E pas e shumë të gjatë video, një më të shkurtër kishte futur. Si sot 5 vite më parë Shqipëria hyri në karantinë dhe gjërat ndryshuan përgjithmonë dhe ne kemi sot kënaqësinë dhe nderin të thrasim absolutisht një nga doktorët më të mirë në vend. Një nga doktorët që unë ndjek dhe këtë unë çdo fjalë që ai thotë u them po. Po, ka drejt. Ti ke dobësi për doktorin përgjithësi, po. Për doktorin përgjithësi në veçantë për Ilir Ali Mehmeti. Mirë se erdhe doktor. Mirë, faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. Ti nuk dëgjon mirë nga një kufje, më thanë, ha? S'ka problem, një del. Alizo, na duhet një kufje mirë, po. Për zërin ton ku mbues merret vetë doktori. Mirë se erdhe doktor, ti ke kohë pa ardhur në radio, besoj, ha? Goxha kohë. Më shumë televizion, po radio ka që në mburin e kohën vet. kur nisi pandemia apo përpara? Jo, gjatë pandemisë. Gjatë pandemisë. Nuk të ftojnë apo ti nuk shkon në radio? Ka qenë ftesa më, unë i them gjithmonë po. Kam një lloj sjellje që jam gjithmonë po. Sa herë ftesa është pozitive, përgjigja do jetë gjithmonë po. Kam dëgjuar shumë doktorë që sidomos doktorët e departamentit tuaj që në atë kohë ishin njerëzit më të vëzhguar, parë, dëgjuar, ne rinim ju dëgjonim gjithë kështu ende këshëri, që sikur ju mungon çik ajo kohë e pandemisë në kuptimin e nga të dalurat çdo ditë në ekran dhe të qenurit kryefjala. Në kuptimin e vëmendjes tani sikur Jo, them drejtë mos mungon fare. Nga një aspekt, shumë e mirë që ajo e keqja hiku. Unë vetëm diçka pashka inserti, gjërat ndryshon përgjithmonë. Ja pra që s'ndryshon përgjithmonë. Nuk ndryshon përgjithmonë. Ja ku jemi. Ja ku që një fazë ishte një dallgë keqe, ishte një kohë që na solli shumë probleme, shumë dhimbje, po ja që kaloi. Pra njerëzimi i kalon këtë. Po varet si e kupton doktor, se që shumë njerëz të afërt të dashur na janë larguar, ka qenë një humbje përgjithmonë edhe një dhimbje. Një humbje, ka qenë një goditje, e s'diskutohet, por jo të gjitha gjërat do të shkojnë. Shkon prapë atje tek vetja vet. Në fund fare mbas çdo katastrofe, që pas katastrofa dhe shumë më të mëdha se sa kjo, dhe prapë njerëzimi e gjen rrugën e vet. Çaj ra njeriu tha e nuk e kaloi. Po tash. Doktor, ne kemi bërë gati sa pyetje që ti jemi më kështu më më konciz. Sa përqind ke besuar ti tek pandemia e Covidit? Domethënë ishte një abuzim, një mashtrim, nuk mund ta themi, po që sepse unë me sa di unë mafia më e fortë në botë është mafia në mjekësi. Është më fortë se farmaceutike më saktë. Po përmbledh me gjithë to lidhje që ka farmaceutika me shërbimin shëndetësor. Ose siç ka qenë pandemi, si thoshte Alfred Çako? Këtu kishte disa pyetje. Ti marr me radhë. Sa përqind besim? Unë nuk vi nga një fushë që bazohem tek besimi. Mjekësia është shkencë, probabilitetesh. Besim tek shkenca e mjekësisë. Jo, edhe një herë. Edhe mbani mend ato, unë besoj në shkencë të tjera, jo. Shkenca ka të bëjë me pyetje, ka të bëjë me skepticizëm, a është kështu, po të ishte kështu, mund të ishte ndryshe, a mund ta bëjmë dhe më mirë. Bazohet në pyetje shkencore, nuk bazohet në besim. Ne ngrejmë gjithmonë pyetje dhe pastaj kërkojmë evidenca për t'i hedhur poshtë disa përgjigje apo për t'i bazuar disa përgjigje. Pra nuk është çështje besimi, është çështje evidencash dhe dhënash. Dhe më pas patjetër nuk është shkencë plot. Ne kemi sa dush gjëra që s'dim. Ti po flet në emër personal apo në emër të gjithë mjekëve? Unë po them se çfarë është shkenca mjekësisë. Nuk është shkencë saktë, është shkencë probabilitetesh. Që do të thotë, neve ato çka mund bëjmë është në më të mirë, ne nuk themi kurrë, gjithmonë apo kurrë. Nuk ekziston, është gjithmonë diçka në mes. Dhe nuk është çështje besimi, kjo është e para. E dyta, a ishte pandemi, po ishte pandemi. Çfarë është pandemia? Në vetvete, po ta marrim kështu hasall si term, do thotë një smundje që mund të kapi gjithë globin. Çfarë do lloj smundje që kapi gjithë globin quhet pandemi në të gjithë globin. Gjithë përfshirëse.
Edhe obeziteti, po doni juve mund ta quajmë ashtu. Edhe pandemi dhe Por obezitet. në vetvete tek smundjet infektive nuk kuptohet diçka e re, diçka që po shkakton shumë humbje jete, diçka që po shkakton dëme të mëdha e me radh. Kjo pastaj merr denominacionin pandemi. Sot u bën 5 vjet dhe në fakt ishte denominacion i vonë. OBSH-ja na tha datë 11 mars. Ne 8 mars patëm rastet e para vet, faleminderit, nuk kishim nevojë më të na thoje ti. I kishim ke dera tash. Bergamo kishte javë apo muaj që vunte përpara se ta shpallje pandemi dhe neve ndërkohë rastet e para i patëm 3 ditë përpara se OBSH-ja të kujtohet na thonte pandemi. Pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme që të bëhen gjërat e duhura në momentin e duhur dhe të jemi të thjeshtë. Pra, shkurto me thjeshtësi. Ja do ta them unë, ky është virus respirator. Nuk e ndalnim dot. U tha do ndale. Mbani mend ato Covid-0, ato pasaportat jeshile, se du t'i kujtojmë çik këtë. Po pra e kisha harruar, do ta zhdukim, ndërkohë që ishte shumë i qartë që ky nuk zhduket dot. Pra ne bëm gabim që ndonjë brenda. Mbani mend ato termometrat si pistolet ke koka. Po. Maskat ishin të tmerrshme. Pra, gjitha masat që ne kishim në fakt ishin më tepër për me qetësu që po bëjmë diçka, se sa kishte të bënte me bllokimin. Jo, flitej që do ta ngadalsoje këtë përhapje në një ngadalson me disa masa tjera, jo me ato termometrat, jo me ato në mënyrë absolute. As me maskat. Kishim nevojë për një farë kohe për ta ngadalsuar, që të bëheshim gati për tu fuqizu, për të kuptuar se çfarë po ndodh, dhe bëheshim gati. Atë nuk mund të rishim mbyll si ndeti Kina 3 vjet. Se do të kthehet ajo. Po të kishte pas në qenë në një masë e saktë që ta bllokonte këtë situatë, ndonjë shtet i botës do ja kishte arritur apo jo? Ja arriti në një shtet i botës. Australia. Tash Australia është në anë tjetër të botës, është mes oqeaneve, madje ju kujtoi unë një ligj që vun ligj ata. Kur doli varianti Delta, vun ligj ata, që nëse u thon nga India drejt Australisë, se ndalohi, dënohesh me 5 vjet burg. Deri këtu dolën. Dhe a pati rast Australia? Po, pati. Çik më vonë, përderisa është kontinent më larg e më radh, po në fund fare kur hyri do bënte punën e vet. Kjo kishte të bënte më tepër me problemin e informacionit. Informacioni ishte shumë voluminoz, ajo që u quajt infodemi. Mani mund, tu kishte informacion të sakt, kishte informacion të rrem, kishte informacion të pasakt dhe kishte edhe informacion që përdorej nga ajo që sapo thamë neve, se mos të ikim Big Pharmas, mos të ikim pjesës farmaceutike. Patjetër u përdor edhe nga ato. Po jo se virusi nuk po bënte punën e vet. Pra ato gjetën kaosin dhe brenda kaosit gjetën oportunitetin. Tani organet me thon drejtën nuk bën shumë për ta ndaluar këtë lloj situate, pra këtë lloj abuzimi, me thon drejtën. Ti ke qenë ke pjesa e infektimit të turmës që ta marrë turma dhe pastaj të fillojë çrohet apo mbyllja ajo do ndodhte. Ajo do ndodhte dhe një nga intervista më të harta thoi imuniteti kolektiv që po quhet. Imuniteti kolektiv po. Ajo do ndodh dhe ajo ndodhi. Ne jemi në situatë ku ka një imunitet kolektiv. Ky ishte një virus i parë për njerëzimin, pra nuk e kishim parë ndonjëherë, pra ishte për herë të parë që futej dhe si rrjedhoi do infektonte praktikisht shumicën dormuese të njerëzve. Dhe s'kishte masë që mund ta ndalte këtë. Dhe fal masave shumë suksesshme ne u infektuan të gjitha. Pra do thua doktor. Kujtova mua vetëm shpatullat shumë një herë. Edhe mua vetë shpatullat kisha një. Madje edhe më shumë se një herë. Dhe çfarë ndodhi? Momenti që ky virus hynte për herë dytë në organizëm, patjetër hera parë për shumë njerëz ka qenë letal, ka qenë me forma të rënda, duhet t'i themi në këto, pra ka qenë goditja e parë e caktuara, smundje shoqëruese, Eksakt, goditja e parë ka qenë e rëndë. Pastaj val mbas vale, herë dytë, herë tretë, etj. Filloi dhe i kthej dhe do shkoj, atje do shkojë, ke familja e madhe që janë shumë viruse që ne i quajmë grip. Posim të gjitha bar ose smundje të ngjashme me gripin. Dhe këtu po hyn. Pra, po ta shifni 5 vjet mbrapa, keni një pyetje shumë të bukur që doli këtë dimër për shkakun. Nuk po e marrin vesh kjo është grip, është Covid, ç'është. Po tamam. Kjo pyetje të tregon shumë qartë që këto dy gjërat po ngjasojnë tani. Dhe njeriu nuk po i dallon dot kur. Ama edhe me grip ne rrim në shtëpi, prap, marrim ca masa për vazhdo të tamam kjo pas ka qenë grip, pas ka qenë flam. Ama si çdo goditje, do merrja ajo goditja dhe duhet menaxhuar. Si do menaxhoje? Do menaxhoj që të mos vintin gjithë njerëzit një herë të smur. Sepse mbi ngarkesa spitalore do shkaktonte më shumë dëme. Pastaj neve keq menaxhum, sepse futën vetëm spitale terciare. Për këtë do flasim pas pak sekondash doktor se kemi një shkëputje publicitare. Këtë pyetjen e dytë do t'ja bësh doktor. Jo, do t'ja bëjmë se do kohë kjo pyetja e dytë. Pse? Jo kaq, vetëm kaq. Publicitetin futet. Mirë. Erdhi momenti, hajde. Nuk volum shumë. Po para se të shkojmë ke kjo pyetja, ka një shtet të botës që e menaxhoi shumë mirë atë situatë pandemie karantine? Shumë mirë.
Nuk mund ta them. Pra gjithsesi patëm problemet e veta. Vendet nordike më ndryshe? Po, Suedia pat qenë ajo gjithmonë Suedia është ajo më përpara. Gjithmonë vendet nordike. Pse? Sepse kanë investuar fort ke shteti publik dhe jo vetëm kanë investuar, po dhe ja japin përgjegjësinë. Momentin kur vjen situata për të menaxhuar, i besojnë dhe i shkojnë ti do merresh. Ju jeni ekspertët, ju jeni institucionet që duhet merreni për këtë punë. Ndërkohë vendet e tjera e morin dorë politika fatkeqësisht. Unë ta marr vesh nëse ti e ke bërë apo jo vaksinën. Po, jo me detyrim, jo se më duhej, nuk më duhej. Unë e kam thënë shumë qartë, unë e kisha kaluar tashmë Covidin, nuk nevojitet më. Po pse e bëre? Sepse në mjekësi unë e di që kur smundjen ta njeh trupi, nuk e bën. Kjo është baza. Pra, kjo është shumë e qartë se këtë thotë imunologjia. E para, e dyta. Kam përshtypjen që nuk e ka bërë po thot kot. Jo. Nxirë krahun. Imagjino të duket tash me ditë mbrapa. Si ai zogu që i pas. Ishte dy arsye. Mos harrojmë një diçka se këtu në Shqipëri vendi paradokseve, ndërkohë që e vunin problemet moshat e vjetra. Po. Këtu detyron studentët e universiteteve me bë vaksinën. Mani mend apo jo? Po. Unë jam pedagog, kështu që ishte çështje detyrimi brenda institucionit dhe edhe ka krau tjetër nuk është se kisha ndonjë frikë nga kjo punë. Unë e dija po e bësha kot. Sepse nuk do më shtonte më asgjë për karshinjojës së virusit. Për ti thua detyruar s'kam qenë. Me shkencë e kisha kaluar. Pra, universitetet ishin detyruara, vetëm që u detyruan që në supermarketet dhe universitetet. Mbani mend këtë? Nëse moshat e vjetra vunin problemin, 18 vjeçar detyruam neve për të vaksinuar. Nëse do ishte në dorën tënde, do detyrohet? Jo, nuk do ta bëja. Nuk do ta bëja. Po të ishte me dëshirë. Me dëshirë. Po jo, nuk e bëra deri atëherë. Do sugjerohet të tjerëve? Atyre njerëzve që kanë risk po. Aty që kanë risk po. Personeli shëndetësor po. Se personeli shëndetësor ka risk të jetë madh. Patjetër personeli shëndetësor, por që se kishte kaluar smundjen. Dhe gjithmonë duke ja lënë fund problemi vaksina nuk qet tepër vaksina, që detyrimi. Sepse neve na detyruan me vaksinuar me shku në shkollë, neve u detyruan me vaksinuar me shku në punë, ne u detyruan me vaksinuar për të udhëtuar, ne u detyruan për të vaksinuar për të jetuar, dhe në fund fare problemi ishte me detyrimin. Dhe çfarë u tha, mbani mend atë, u thonte do e bësh jo për veten tënde, po sepse është e drejta e tjetrit. Ndërkohë si ishte vërtet, sepse kjo nuk bllokon transmetueshmërinë e virusit dhe kemi thënë që në fillim do ishin të qarta dhënat që nga Izraeli. Dhe nëse ju shihni tani dhe je pyetën pranë Komisionit Evropian, pyetën Pfizerin. Dhe i than e bllokon kjo transmetueshmërinë apo jo? A tham neve s'nash bër kjo pyetje aso kohë dhe ne si jemi përgjigjur dhe ne s'kemi thënë që bllokon transmetueshmërinë, se ju s'na keni pyetur. Ti Pfizerin ke bër? Pra, edhe s'na keni pyetur dhe s'u kemi thënë. Po jo çka mirë, nuk kanë ndonjë problem në atë drejtim, por s'kam bër. Kjo ishte baza për ta bërë detyrimin. Pra, kur të drejtat e tjetrit prevalojnë mbi të drejtat tua. Kur kjo çështje bëhet fjalë vetëm për shtetin tonë personal, atëherë je ti që vendos. Kjo ishte baza. Dhe s'do kishim këto probleme më fare. Po të kishte qenë bazë dëshire. Po. Është njësoj si puna Wuhanit, ti themi tjetër të bën keq. Të bën keq e pin se pin po. Por ti vendos ta pish. Doktori, janë shtuar vërtet raste tromboz, probleme zemre, gjaku trashur. Jo, nuk kemi në shkallë makro. Në shkallë makro jo, nuk kemi në rritje të madhe, jemi aty ku kemi qenë, kemi mesatarja. Pra vaksina s'ka ndikuar për keq. Po jo, më jo. Shive, efektet e vaksinës, ka pas efekte vaksina, efekt anësore, ka pas, po këto janë zakonisht shumë afër bërjes së vaksinës. Kur ndodhin, këto ndodhin shumë shpejt. Ndodhin çështje ditësh apo javësh maksimumi. Në çështje vitesh është shumë e vështirë që të ndodhin. Pra, ka dy koncepte. Koncepti i parë, unë thash, do bazohemi në evidenca. Nëse ju më pyesni kush janë efektet 5 vjeçare, unë do të them, hajde presim 5 vjet. Studiojmë, se s'ka kaluar 5 vjet. Jo, s'ka kaluar. Në nëntor të 2026. Nëse më pyesni për efekte 10 vjeçare, në mars 2026 më shpes. Presim 10 vite apo jo? Kjo është e thjeshtë. Nga krau tjetër ama, ne dim një parim bazë, ka ca parime bazë shkenca, ne nuk nisemi nga zero. Efektet më të mëdha ndodhin shpejt në kohë. Dhe sa më larg kohës, mundësia për të ndodhur bëjnë gjithmonë më të ulta dhe rastet janë gjithmonë më pak. Kjo do thotë që janë zero. Po do thotë që janë shumë pak dhe ti nuk e shef dot në atë masën që ne nën kuptojmë që të arrim neve ta shohim me sy si publik që po shtohen rastet me infarkt. Jo, janë pak a shumë. Njëjtat mos harrojmë një diçka në Shqipëri, mosha mesatare na shtrit shumë. Pra, nëse kishim moshë të re përpara, tash kemi moshë shumë të vjetër dhe hym ke mosha e pra, po thua doktor që s'kan ndikuar për smundje tjera edhe për fatalitete. Nuk kemi asnjë lloj studimi që na thot këtë gjë, por nga krau tjetër edhe fondet për këto lloj studimesh janë ulur shumë, se dhe kjo është e vërtetë. Pra, nuk e studion meritë. Se sa do thoja më zgënjeve doktor se un kam dëgjuar shumë raste sa bëri vaksinën, i ra tromboz, sa bëri vaksinën, kancer, sa bëri vaksinën,
Infarkt. Un kam dëgjuar edhe ca raste të tjera që thonë sa I kaloi Maci Azez bëri aksident. Po jo detyrimisht tek ishte fajin Maci Azez. Patjetër nëse ke heq timonin që Po ju thoj pasqyra. Po. 6 javë për seks. Sa bëri Saksano vaksinën e Raktokut? Ne do bazohemi. Ka rënë vaksina 67 në evidenca. Gjithë baza e kësaj ishte mos ngritja në qell si mit e vaksinës, pra arma që dona, e mbani mund të ishte arma që do mbylli luftën e me radhë, siç u thanë. Ma djeta fillon e bën shpejt e bën kot. Na do të ishim të thjesht, mjafton të ishim të thjesht që thonin ky ul goxha rrezikun e humbjes jetës, ul goxha rrezikun e formave të rënda e me radhë. Ja këshillojmë kësaj moshe, këtyre grup të smurësh etj. Dhe jo bën budalliqe Pra fillon mund të themi që të bësh vaksina. Po në Itali, sa njerëz Bergamo, unë Bergamo shkoj shpesh çdo muaj. Tu ja bë fëmijëve të përsalindur. Po, ta kujtojmë këtë. Fatmirësisht fëmijët kjo smundje nuk I kapte rënd. Imagjino ti kapte rënd dhe fëmijët. Kjo do ishte një dopjo dram. A mund të themi ne që vaksina e shpëtoi botën? Jo. Vaksina ndihmoi, ka hequr goxha, ka ulur shumë humbje jete, por imuniteti kolektiv do ta shpëtonte botën. Dakor. Mund të Unë me doktorin mund të flas 2 ditë pa ndërprerje. Çfarë notë e vë sistemin shëndetësor në Shqipëri, doktor? 4,5. Prim çketi? Çfarë pyetje më bëre? Varet nga kapacitetet që ka apo sa e lën që të fluturoj. Pra sepse kjo ka të bëjë edhe zotësi dhe mundësi. Gjeje përgjigjen si duash të duam një notë. Në Shqipëri ka shumë zotësi, ka aftësi. Çështja është që mundësit nuk u jepen dot. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë për shembull, nëse mbani mend Covid, vetëm spitale që ishin Covid ishin në Tiranë. Po s'morën Gjirokastër. Po s'morën Shkodër. Po s'morën Korçë. S'ka mjekat po më kishte mjekat. Madje spitali I Shkodrës për shembull, po sa për ta marrë rast, për cilën e kishte të gjitha mundësitë për të ndihmuar aty. Po, për që një spital Covidi. Për që një spital Covidi. Mjekët I kemi të mirë, jashtëzakonisht të mirë, gjithmonë e kemi thënë. Në Itali e pam shumë kollaj. Neve kemi gjatë mrena kaosit, kemi dhe një oportunitet, që do të thotë ne na kanë hikur shumë mjek dhe infermier. Na kanë ikur ama nëpër botë, punojnë nëpër spitale, ne u marrim mend çfarë po ndodh këty, si është menaxhu atje, këtë duhet të kishte bëu Ministria e Shëndetësisë. Po, gjithë networkun e mjekëve që kishte. Në Venecia, çfarë po ndodh në Rom, çfarë po ndodh në Berlin me radhë. Këtë e bëri media më shumë. E bëri eksakt. Pra kur e bëri media s'mund ta bënte dot Ministria, patjetër që mund ta bënte. Jo, mori drejtorët e vet, krijoi një komitet aty, ju do thoni kështu dite, thoni që jemi dakord me ato që tha kryeministri mëngjes. Dhe kaq bën këta, por ndërkohë vumre për shemb, po jo Italinë. Rajoni I Lombardisë dhe rajoni I Venetos janë ngjitur njëri me tjetrin, janë krah. Njëti nivel, Veneto është Venecia apo është? Lombardia dram. Mbani mend Bergamon, I mbani mend dram. Veneto shumë herë më mirë se Lombardia, sepse ato kanë një sistem shëndetësor të bazuar në rajone, pra janë të decentralizuar dhe kanë drejtën ta menaxhojnë si ta mendojnë ato më mirë. Lombardia çfarë bëri? I futi të gjithë smurët spitale terciare, spitalet e mëdha dhe hoqi mjekun e familjes, hoqi poliklinikat, hoqi spitalet e vogla, s'do merreni ju, do merremi ne. Dram. Veneto çfarë bëri? Bëri të kundërtën. Përdori gjithë spitalet rajonale, poliklinikat e me radhë dhe spitalin e vetëm të madh që ka Veneto, spitalin e Padovës, tha po prit se ka dhe tumore, ka dhe infarkte, ka dhe operacione. Këtë e mbajti Covid free me xhelozi, me shumë testime, nuk etj. Dhe mbajti për këto smundje Veneto shumë herë më pak humbje jete se sa Lombardia, ngjitur për ngjitur. Tashti ne kishim luksin, marrim shembull, shifnim çfarë dhe çin shembull morëm ne, morëm shembullin më të keq, morëm Lombardinë. Pse s'morëm Veneton? Aty I kishim të dyja. Po pse ne morëm Lombardinë menaxhim? Pse e bëm ne këtë? Këtë do të pyesim komitetin. Këtë do pyesin ta njerëz, dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet një analizë çfarë ndodhi. Tani që sepse eventualisht ndodh dikur, pse të bëjnë të njëjtat gabime neve? A kishin gjëra që u bën mirë? Po, kishte diçka që u bën mirë. A kishte gjëra që u bën keq sa duash? A kishte gjë ndonjë shtet që mund ta bënim ne dhe më mirë ta fuzë dhe ta bënim më mirë? Po, mund ta bënim. Hajde bëjmë një analizë dhe këtë bën çdo shtet serioz. Bëjmë një analizë çfarë ndodhi dhe jep rekomandime për të ardhmen, që ata që do vinë mas nesh të mësojnë nga kjo tragjedi që ndodhi gjithë botës dhe të menaxhojmë më mirë nëse ndodh një tjetër në tarme. Dhe këtë do të pyesja, do të ketë bota larg qoftë një situatë 2020-a? Ndonjëherë. Patjetër që po. Do ketë? Patjetër që po. Dëgjoj, do ndodhi sepse popullata njerëzore një është në rritje. Bipopullimi është I madh. Ju e keni të qartë, nuk kemi të njëjtat nivele për shkak se një shekull përpara jemi shumë më tepër. Dhe e dyta, po ndërhyjmë në natyrë shumë. Po ndërhyjmë, po deforestojmë, po prejmë pyje, po shkrihen akullnaja, po ndryshojmë ekosistemin. Ka shumë populla që s'kan për të ngrënë, ato smundje që shpërthejnë për shembull në Afrikën e qendrore tashti.
s'kam për të ngrënë. Ajo smundje që vrau disa njerëve, vrau një smundje hemoragjike javën e kaluar, vrau mbi 100 vet. Lindi nga 2 fëmijë që s'kishin për të hëngur, gjetën një lakuriç natë të ngordhur dhe hëngrën, dhe nga kjo vdiq fshati. Tash duhet i kemi parasysh në këto elemente se duke investuar atje nuk kemi probleme të gjithë bashkë, por ne kemi harru këtë. I lejmë ato në shkallë 0 dhe mendojmë që pse ndodhin këto gjëra. E para. E dyta, virologjia, viruset, sa të ketë do ketë viruse. Dhe viruset zhvillohen, edhe ata dalin, formohen, krijojnë të reja me radhë. Dhe kalkulimi është që për llogaritje shkencore, se për llogaritje mund të bësh, nuk mund të thush me siguri do ndodhi filan vit. Për llogaritja e riskut është afro 2% vjetore, pra çdo vit ka një risk afro 2% për të pasur një pandemi të ngjashme me Covid-in. Kjo është publikuar në Lancet. 15-20 vjetësh mund të ketë pandemi. Prapë ne brezit, domethënë prapë. Nuk është fiksu, se s'ka edhe ky s'është kalkulimi tjetër. Pra nuk është se përqindja e interesit bankës që të vjen fund vitit. Sigur keni marrë 2% vit, kjo bëhet 4 vitin tjetër kështu në mënyrë. Nuk është se detyrimisht do ta presësh mas 50 vjetëve, se 2 herë 50 bën 100%, jo detyrimisht. Në mënyrë kështu 2, 4, 6, 8, 10 kështu bie. Por është shumë e rëndësishme që ne të kemi organe dhe institucione që janë përgjegjës dhe të kenë mundësi për të bërë punën e vet, e të financohen ashtu siç duhet, se ne sot e kësaj dite që flasim, e dini ju që s'ka teste Covid në farmaci sot? Është dukur, është. Jo, s'ka hyrë kur, se s'është leju kur farmacia ti shes. 5 vjet mbrapa. Kaq, a mund ta bënim të jenë treg dhe një njerëz shkojë me paratë vet, edhe di, ta di. Kaq gjë. Mund ta kishim bërë? Patjetër që po. Doktor, janë mjekët tanë në rajon në nivel të barabarta, apo si jemi ne? Jemi më të mirë apo sistemi. Mjekët më të mirë. Unë ja thash si zotësi, mjeku shqiptar është goxha i mirë. Dhe më dy jap dy elemente në rajon thua? Ju ja them jo vetëm rajon. Pse ju ja them këtë? Mjeku ka të bëjë shumë me kazistik, me raste, sa raste shef. Duke qenë se neve jemi një situatë ku kemi pak mjek për banor, çdo mjeku i takon me pas shumë të tepër raste në mesatare se sa që takon Europës. Kjo krijon eksperiencë? Dhe krijon detyrimisht eksperiencë e para. E dyta, ka vështirësi mjeku. Se i mungojnë sa ekzaminime, se i mungojnë sa situata etj dhe duhet vrasi mendje. Si do ta zgjidhni? Do vrasi mendje. Provojeni bëjeni diku tjetër që ka një protokoll, 1 2 3 se ke bërë këtë, thotë s'du me ditë se ke bërë, unë jap tot për. Kurse ne gjejmë mënyrë. Do vrasi mendjen. Ne. Dhe kjo ndihmon. Dhe pastaj do jap edhe një argument tjetër real. A hikim mjekët tanë në Gjermani? Pra ne formojmë disa mjek të rinj që punësojnë në Gjermani, që do të thotë jam mjaftuar të mirë për punuar në Gjermani. Atëherë janë të mirë këta për të punuar në Shqipëri. Gëzoj një respekt të veçantë për mjekët në Shqipëri, për faktin që na gjenden pranë edhe orar pa orar dhe jo vetëm ne që punojmë në media që kemi një dhe kjo është e veçantë për edhe për rajone, se edhe në rajon ndodh kjo. Shkosh në Pronto Soccorso në Itali, pritse je 42-ta. Nuk të ndodh se tash mund të kemi njerëz që na dëgjojnë nga jashtë, nuk të ndodh askund në vend tjetër të botës, që çohesh ti dhe jam i bindur se cili nga ne ka numra telefoni doktor. Po, ka. Një të paktën që i bie dhe fis, ushqi, komshi e me radhë. Ose shoku jam i bindur që me 2 telefonata mund gjej ato. Ti ke arritur atje, ke arritur po. Edhe nuk i drejtohesh dot me emër, do. Mirë, përpara se të kalim në publicitet. Përgjigjet, se mirë që mund t'i kesh numrin, po vetë përgjigjet. Përveç kemi një gjë që mund të mburremi ne në shëndetësinë tonë. Ja pra këtë që sapo tham. Përveç një gjë tjetër për shkakun që Keni bargjeriun e gabum me thonë që çfarë mund të mburremi. Ne do thonim që më tepër ne shohim posimet, që të mësojmë që të bëjmë më mirë në të ardhmen, sepse gjëra perfekte nuk ka. Njerëzimi nuk është perfekt. Pyetje 9, do e bësh pyetje 9. Po ashtu dhe mjekësia s'ka më qenë kurrë perfekte, është fush në zhvillim. Atëherë, nëse mjekët tan ndahen në socialistë demokratë, kështu jeni apo jo? Ka demokratët janë më të mirë si mjek apo socialistët? Ju mund t'i ndani ashtu, unë s'do ndajsh ashtu, unë do të thoja që ka mjek që punojnë. Jo, demokratë apo socialistë janë më mirë. Ato që njeh ti edhe që vlerëson ti që kanë bindje demokrati. Atëherë. Mirë. A ti ku do më ngacmo tash? A shkojmë prapë publicitet? Problemi, jo, ose prit një sekondë. Doktor, po jemi limit. Ama, 2 sekonda. 2 sekonda kthehemi për përgjigjen e doktorit.